A është tradhti nëse personi me të cilin bashkëjeton me të, I shkruan ish të dashurës në mënyrë shoqërore. E para, personi me të cilin bashkëjeton, nëse ke për qëllim bashkëshortin, shumë në rregull. Nëse ke për qëllim një djalë që nuk e ke bashkëshort, por ai stili evropian që ata veç bashkëjetojnë pa rregulla islame, kjo është haram. Mirë, unë po e mirë kuptoj, ke pas për qëllim bashkëshortin tanë. Burri yt, o martu me ty, e ka pas në kalumën e tij para martesës një dashnore, edhe tash mas jo martu me ty, hala shkruan me ta. Ti kur ti thu, pse po shkruan, thot, po në mënyrë shoqërore po shkruaj. Na I themi, nuk lejohet kjo. Nuk lejohet të në forat killaftat shejtanit. Në mënyrë shoqërore. A është tradhti? Po është tradhti. Është tradhti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend që syri bën amoralitet, zina, veshje, goja, dora, këmba, edhe në fund thot pjesët e caktuara të trupit janë ato që shtemi neve ja qesin vulën ose jo. Njeriu edhe kur flet ka hiset të tradhtisë. I bën gjëra të flet gjëra që si kanë hije e kështu me radhë. Edhe kjo është pjesë e amoralitetit. Normal, nuk është sikur se zinaja, por prandaj çka më bën? Lusë Allahun që ta përmirësoj këtë bashkëshort. Edhe ti bën dua, edhe këshilloje. Këshilloje. Por ai e ka të keq kuptuar nocionin mënyrë shoqërore me ish të dashurën. E ka keq kuptuar ose pe jakonat çashtu. Pra ai nuk ka arsye me fol me ish të dashurën e vet, ai duhet mu pendu te Allahu dhe prej kushteve të pendimit nga ky gabim është që me unal, mas me shkru ma. Allahu na përmirësoj të gjithëve.